Këto janë produktet e mia të skincare, të cilat unë i përdor në çdo ditë. Ky është kremi nga Christian Lauren për pjesën e rrudhave tek syt dhe pjesa e buzëqeshjes, mund të përdori edhe për ballin, por unë e përdor vetëm tek syt. Dhe si mund ta shikoni është drejt fundit. Ky krem më pëlqen shumë sepse i hidraton shumë syt dhe në momentin që vendos make-upin, nuk më kriset as pak make-upi tek pjesa e poshtme e syve. Dhe kur i kam rrathet e zinj që jam e lodhur, më shqetëson shumë syt. Dhe e aplikoj kështu dhe e lë derisa ta përthithi pak lëkura. Më pas aplikoj serumin nga linja e Biotea Life. Ky serum është për t'i dhënë jetë dhe shumë shkëlqim lëkurës dhe ta bën plump lëkurën, pra e rigjeneron shumë. Unë aplikoj kaq sasi në dorë dhe më pas thjesht e përhap në lëkurë. Do ta pres edhe këtë që të thahet dhe më pas do vazhdojmë me produktet e tjera. Më pas, pasi lëkura ka përthithur serumin, përdor kremin e Biotea përsëri me vitaminë C dhe aplikoj vetëm në mëngjes dhe kremin e përhap në dorë, si mund ta shikoni ka konsistencën shumë të hollë dhe e vendos përsëri në të gjithë lëkurën. E përdor vetëm në mëngjes, pasi në darkë përdor disa produkte të tjera që do t'ju tregoj, por mund të përdoret edhe në darkë pa asnjë problem. Kremi me vitaminë C më pëlqen shumë sepse jep lëkurës shumë shkëlqim dhe nëse vendosni make-up sipër qëndron shumë bukur. Dhe ky është produkti i fundit që unë përdor në rutinën e mëngjesit, është SPF-ja 20 me acid glikolik. Dhe SPF-ja ka teksturën pak të trashë dhe të bardhë, por në momentin që vendoset në lëkurë, nuk lë as pak copëza të bardha, pra përhapet shumë mirë në lëkurë dhe e hidraton shumë lëkurën, është e përshtatshme për të gjitha lëkurat. Dhe kështu duket dhe lëkura pas kremit të diellit, ruan një shkëlqim shumë të bukur lëkura, por nuk rrisje yndyrshme apo si ngjitëse. Dhe rutina ime e mëngjesit janë vetëm këto 4 produkte, pra kremi i syve, serumi për rrudhat, kremi me vitaminë C dhe kremi i diellit. Tani, në darkë, pas serumit dhe kremit të syve, unë përdor dhe këto të dyja. Pra, ky është kremi i akneve me AHA, ndërsa ky është një krem anti-rrudh nga Biotea Time Formula. Ky është kremi i akneve nga Biotea dhe zakonisht këto e vendos ose tek spocat e akneve në momentin që kam një shenjë të kuqe të irrituar, ose e vendos në të gjithë lëkurën. Por preferoj që ta vendos në darkë, sepse në mëngjes vendos vitaminën C dhe kjo nuk duhet të miksohet me vitaminën C ose me produkte që kanë acide. Ndërsa ky është kremi për rigjenerimin e rrudhave të lëkurës. Ky mund të përdoret nga 23 vjeç e sipër, është pak konsistencë trash, nuk lë njolla të bardha në lëkurë, por preferoj shumë që ta vë në darkë sepse rigjenerohet shumë mirë lëkura dhe ka këtë lloj trajte. Aplikohet pra përhapet shumë mirë në dorë dhe nuk lë as pak njolla të bardha pasi është përthithur komplet nga lëkura. Pra, këto 4 produkte unë i përdor gjithmonë vetëm në darkë. Produktet nga linja e Biotea janë produkte italiane, farmaceutike të testuara dermatologjikisht dhe ka produkte për të gjitha llojet e lëkurave, pra për çdo problematikë që mund të keni për lëkurën tuaj, më kontaktoni dhe mund të gjejmë një zgjidhje për lëkurën tuaj që të jetë sa më e shëndetshme.